Po, pikë së pari duhet falenderoj organizatorët, pikërisht organizatën Vizion M, me të cilën kemi shumë vite që bashkëpunojmë dhe kjo organizatë ka bërë një punë të mrekullueshme me shumë aktivitete për Çamërinë. Mbaj mend që nga marshimet, ekspozitat e ndryshme, por edhe peticionet që janë drejtuar ambasadës greke këtu, dhe asnjëherë nuk kanë harruar këtë pjesë të trojeve shqiptare, të popullsisë shqiptare, siç është Çamëria. Gjejmë veten këtu dhe marrim mesazhin e fortë, pikërisht atë mesazh që ne duam t'ia drejtojmë të gjithë shqiptarëve, që çështja Çame është një çështje mbarkombëtare, i përket çdo shqiptari kudo që jeton. Tani, sapo pam një film me skenar të diplomatit, publicistit Luan Rama, e cila, me thënë të drejtën, unë sa herë i shoh edhe në film të mbarshëm që kemi patur bashkëpunim, përjetojmë shumë emocione. Në kaq pak minuta, në 30 minuta, përjetojmë dhimbjen, atë dramë që ka ndodhur në Çamëri, por njëkohësisht shohim edhe ato ditët e bukura që ka patur Çamëria, jetën që ka qenë para asaj tragjedie dhe spastrimi etnik që ndodhi në Çamëri. Gjithashtu përjetojmë dhe shpresën. Pra, shpresën që një ditë ne atje do të kthehemi. Faleminderit. Unë do të ndaloj në një moment të rëndësishëm në këtë film që trajtohet mjeshtërisht nga zoti Luan Rama, që është fakti i pamundësisë të atyre që kanë lindur në Çamëri për të rikthyer dhe për të parë shtëpitë ku kanë lindur. Është një tragjedi dhe mund të them është një vrasje për herë të dytë të këtyre personave. Ata kanë lindur atje, kanë lënë atje jo vetëm shtëpitë fizikisht, por kanë lënë atje edhe kujtimet, varret të parëve. Pikërisht kanë qenë ato hapat e para të jetës së tyre, të cilët do donin t'i kujtonin vendet ku kanë hecur për herë të parë. Dhe sot, pas kaq shumë vitesh, jemi 82 vite nga tragjedia që ka ndodhur në Çamëri dhe nga ai spastrimi etnik, përsëri nuk u lejohet të vizitojnë. Është një apel që e kemi bërë shpeshherë, kudo që kemi qenë, në mënyrë që t'u jepet mundësia këtyre të moshuarve që janë sot rreth të 90-tave, të vizitojnë dhe një herë të fundit shtëpinë e vet. Këta nuk kanë kryer asnjë krim. Kanë qenë fëmijë në moshë të vogël. Një dëshmitar i kësaj është i mat. Sot është 87 vjeç dhe nuk i lejohet të kthehet të vizitojë shtëpinë e vet. Ka ardhur vetëm 4 vjeç nga Çamëria. Ai nuk ka qenë as ushtar të luftonte me armë, as kriminal lufte siç pretendojnë grekët, por ka qenë një fëmijë, një pafajshëm që ka lindur atje dhe faji vetëm i tij ishte vetëm përkatësia e tij etnike, pra të qenurit shqiptar. Dhe sot e kësaj dite nuk lejohen. Pra gjithmonë kemi bërë dhe përfitoj nga rasti që edhe këtu këtë apel t'ia drejtoj institucioneve edhe në Shqipëri, po edhe në Greqi, dhe kujdo tjetër institucioni që mundet të bëjë diçka për këta të moshuar, pra të lejohen edhe një herë për herë të fundit të vizitojnë shtëpinë e vet. Do të ishte një akt dhe një gjest, mund të them, edhe drejt një pajtimi, pasi do të pranojnë në farë mënyrë ajo që ka ndodhur në Çamëri në 44-45-ën. Unë do të doja që të vazhdojmë më pas të flasim për çështjen Çame dhe do doja që ta kishim një lloj bashkëbisedimi dhe t'ju përgjigjeshim pyetjeve tuaja, por po mbetemi akoma tek filmi dhe fjalën duhet t'ia jap diplomatit dhe skenaristit publicistit Luan Rama. Një shtet demokratik siç e konsideron veten Greqia të bëj këtë shkelje të rëndë të drejtave të njerëzit. Ne ishim me Alketin, ishim në komisionin e lartë të drejtave të njerëzit në Gjenevë dhe e shtruam pikërisht këtë çështje. Sigurisht janë probleme që kanë bëjnë me politikën shqiptare, me presionin që i duhet bërë politikës greke, po Greqia vërtet është një shtet nacionalist që e ka fshirë emrin e Çamërisë në gjitha, në diskursin politik, në diskursin mediatik, në diskursin social, e ka shuar
dhe mjerisht edhe politika shqiptare, gjithë këto 35 vjetë me ndryshimet politike, nuk ka arritur të vërë çështjen e qamërisë në tavolinë e bisedimeve. Tani po flas pak për filmin, unë kem bashkë me Pandeli Çeçën, që është regjisor, kam realizuar edhe me Alketin, që është producent, kemi realizuar një film tjetër, Ode për tempujt që nuk u shuan. Dhe tempujt janë ato shtëpi të braktisura që ju pat këtu, ato shtëpi që kanë ngelur pa njerëz, të mbuluar nga barishtet, pa qati, me portat të thyera, dhe që dikur kishte një jetë mjaft aktive. Qamëria ka qenë një vend i pasur, një vend me begati, një popull që ka kontribut në vetë historik në gjithë historinë shqiptare, shekullore. Por kjo histori e qamërisë pak është trajtuar nga artet tona, nga letërsia jonë, dhe mendoj që duhet jetë e pranishme sepse brezi i ri sot nuk e njeh mirë dramën e qamërisë, që si Kosova ishin dy krahët e fuqishëm të trungut mëm Shqipëri, dhe që Kosova triumfoi dhe fitoi lirinë e vet, kurse qamëria ka rënë në një zi të përjetshme. Po ne shpresojmë, përpiqemi. Unë ishim bashkë me Alketin dhe në Konispol, duke parë vendet e xhirimit për një film tjetër, takova një grua të vjetër të moshuar. Dhe ajo ishte vajza e një gruaje që kishte ardhur e tmeruar, vajza e re, i kishin vrarë burrin dhe kishte ardhur në Konispol. Ishte martuar në Konispol dhe kishte lindur këtë grua 60-70 vjeçare. Dhe i bëra një pyetje në fund fare, biseduam, edhe i thash çfarë mendonte nëna jote kur para se të vdiste. Dhe ajo tha, ajo çdo ditë thoshte më çoni të shoh qamërinë. Kjo ishte ajo nxitja që më dha. Dhe e dyta ishte që më preku shumë aty. Ishte sepse nga që ajo tentoi vazhdimisht i thoshte më çoni të shoh qamërinë, edhe ato e hypën në një kal, e quan ja 2-3 kilometra më larg. Ajo ishte me kujtesë pak të dobët, edhe i thanë, ja ku e ke qamërinë. Edhe ajo filloi të thoshte, ja familje, ja shtëpia e filanit, ja shtëpia e filanit, ja shtëpia doktorit, etj. Edhe u lumturua, edhe e kthyen. Një javë më vonë vdiqe ajo grua. Kështu që kjo ishte ajo ngasje që më bëri që të shkruaj këtë gjë. Filmi është vërtet interesant, është i parë në frymë humaniste. Këtu nuk shef të bërtitura për vrasje, për kështu etj. Këtu është kjo që ai spektator që e shikon sot të thotë, më po këta njerëz që kanë jetuar mirë me grekrit, i kanë dashur, kanë qenë në përdasmet e njëri tjetrit. Si ka mundësi që këta njerëz, edhe pasardhësit e tyre, nuk lejohen të shkojnë të shohin vendin e tyre, të shohin shtëpitë e tyre, të vizitojnë. Policia greke vazhdimisht i kap këta shqiptarë që vinë nga Suedia, për shumë ishte njëri, nga vendet e tjera, nga Anglia, nga Italia, që shkojnë të fotografojnë madje shtëpitë e tyre të prindërve, të gjyshëve të tyre, i marrin i çojnë polici, mi pa shqyr që ata kanë pasaporta evropiane dhe s'kan që bëjnë. Kështu që, domethënë ka një problem shumë të madh lidhur me raportet me Greqinë. Dhe duhet që letrarët, artistët, historianët e kanë ndaluar të shkojnë të kërkojnë arkivat greke në Athina, në vendet tjera të Greqisë. Kështu që kjo heshtje duhet thyer, duhet shkatruar. Duhet që tema e qamërisë të rivi në debatin artistik, kulturor, sepse për shembull unë kam bërë një temë lidhur me toponominë e çamëve në qamëri. Të gjitha emrat e fshatrave kanë
ndryshuar, nuk e gjen më një njeri që do të vërë atë GPS-in, e thot do shkoj ke shtëpia e gjyqit tim, në Filan, në Spathar për shembull, ose në Smart. Nuk e gjen emrin në të Çamërisë, një emër që është vendosur sheku më përpara. Kjo është ajo fshirja e kujtesës kombëtare. Tani nuk po zjatem shumë në këtë, se kjo është një temë që mua më ngacmon shumë dhe mund të them shumë gjëra, por mund të bisedojmë edhe me gjëra, me pyetje. Alketi është këtu, është një president i një fondacioni mjaft të hapur, mjaft demokrat, një fondacion që ne mendojmë të bëjmë edhe për autor grek, do më thënë të bëjmë aktivitete për Janis Ricosin dhe për letërsinë greke progresiste. Do më thënë është një fondacion mjaft interesant që shkon me idet e Evropës hapur, edhe të integrimit evropian të vendeve të Ballkanit. Kështu që mendojmë që me këta njerëz neve të esim përpara dhe çështjen në Çame ta vëmë në dukje, ta vëmë në ekranet e televizionit, në debatin shkencor, në konferencat e ndryshme. Ne mbajtëm një konferencë në Zyri, kemi mbajtur konferenca tjera, do të shkojmë edhe në vendet tjera që kemi parashikuar, kështu që diçka do bëhet për Çamërinë. Por, siç e thash, është politika shqiptare e cila duhet lëviz, sepse ka rënë pre e presioneve greke, dhe Greqia gjithmonë përdor, siç përdori me Maqedoninë, atë historinë e emrit të Maqedonisë që pengoi në integrimin, në futjen në NATO e tjerë. Këtë gjë bën edhe me Shqipërinë, që e frikson që ne nuk do të japim veten tonë për integrimin evropian. Lidhur me pyetjen e parë, pse është vështirë dhe ku do ta gjejmë fajin? Sigurisht fajin nuk do ta kërkojmë të tjerët se sa te vetja jonë. Çdo gjë nis nga vetja. A ka investime të huajve dhe të tjerët për të heshtur lidhur me çështjen Çame? Sigurisht që ka. Por a jemi ne në lartësinë e duhur që të rezistojmë këtij presioni dhe këtij investimi të huaj për të çuar drejt heshtjes së çështjes Çame? Kjo është ajo që kanë munguar, por do të thoshta ka munguar në institucionet shqiptare. Kjo nuk ka munguar tek shqiptarët e Çamërisë, nuk ka munguar tek shqiptarët patriot, nuk ka munguar në zëra të fuqishëm publik që kanë folur për çështjen Çame, as në Shqipëri, as në diasporë, as këtu në Maqedoni. Këtu kam Benin, mikun tim, është një nga zërat e fuqishëm të çështjes Çame, prej vite me radhë, është historian, pra janë të shumt ata që kanë folur, nuk kanë heshtur, kanë qenë kurajoz dhe padyshim që kanë bërë shumë për të mos theshur për çështjen Çame. Por ajo që duhet të them dhe ajo që është e rëndësishme, kërkohen lëvizjet institucionale. Kërkohet lëvizja e shtetit shqiptar në radhë të parë. Çështja Çame është një çështje kombëtare, një çështje politike, dhe shteti shqiptar ka detyrim kushtetues që të trajtojë çështjen Çame dhe të merret seriozisht me çështjen Çame. Është në preambullën e Kushtetutës së Shqipërisë që detyron shtetin shqiptar të mbrojë të drejtat e gjithë shqiptarëve kudo që jetojnë. Dhe mos harrojmë që sot çamët janë të paktën 300.000 në gjithë botën, mund të them, sepse pas viteve 90 kanë lëvizur shumë, po edhe para 44-s një pjesë kishte lëvizur në vende të tjera dhe në Shqipëri. Pra, ajo që vlen të theksohet dhe ajo që ne gjithmonë kemi kërkuar, apeluar, është përfshirja e institucioneve shtetërore, shqiptare, për çështjen Çame. Fatkeqësisht mund të them që Greqia ka investuar fort për ta çuar çështjen Çame drejt heshtjes. Thotë që nuk ka çështje Çame, nuk ekziston çështje Çame. Dhe të njëjtën agjend e ka përqafuar dhe shteti shqiptar. Kanë qenë të raste të rralla dhe shumë sporadike atëherë kur shteti shqiptar e ka sjellë në tryezën e bisedimeve çështjen Çame, shumë rrallë janë. Unë mund të përmend një fakt shumë interesant për të kuptuar dhe dinamikën e çështjes Çame, flas dinamikën institucionale. Siç është në fillim të viteve 90 me ndryshimin e
sistemit në Shqipëri, ndër vizitat e para që ka patur qeveria greke në nivelet e larta, ka qenë ajo e Konstantinos Mitsotakis, babaj të Mitsotakis që është sot në pushtet. Dhe kanë qenë 2 takime, një ka qenë 91-shin me ish-presidentin e kohës Ramiz Alia, ku është diskutuar çështja Çame, dhe takimi i dytë ka qenë me qeverinë që erdhi demokratike të Aleksandr Meksit. Unë kujtoj këtu që në takimin e dytë ka patur një konferencë shtypi mes 2 kryeministrave dhe i pyetur për çështjen Çame kryeministri grek Konstantinos Mitsotakis thotë që ne nuk pranojmë kthimin e Çameve në Greqi për shkak se akoma plagët janë të hapura, por kemi rënë dakord me homologun tim, ka thënë atë kohë Konstantinos Mitsotakis, pra me Meksin, kemi rënë dakord që të bisedojmë për pronat e Çameve. Dhe, me thënë të drejtën, kjo ishte një qasje fillestare dhe ajo që është më e rëndësishme ishte një pranim i qeverisë greke që çështja Çame ekziston, pavarësisht në dimensionin që e kërkonte qeveria greke. Por fatkeqësisht mund të them që prej atij momenti, pra nga Mitsotakis i baba te Mitsotakis, po e them për shkurt, te Mitsotakis i biri që është sot, dinamika ka qenë një regres i çështjes Çame. Pra, atëre kishte një çështje Çame dhe ekzistonte një çështje Çame, por që duhet diskutuar sipas palës greke deri në nivelin e pronave, ndërsa sot sa herë pyetet, le të themi, qoftë nga një gazetar apo nga të interesuarit për çështjen Çame, kryeministrat grek dhe ministrat e jashtëm që kanë vizituar Shqipërinë në mënyrë kategorike e kanë të prerë që thonë çështja Çame nuk ekziston. Qeveritë shqiptare e kanë përdorur çështjen Çame në fillimet e tyre, kur kanë ardhur pushtet ose para se të vini pushtet, për efekte propagandistike, elektorale në vitet e fundit. Unë mund të përmend tu, duke filluar që në 46-ën, në konferencën e paqes, Enver Hoxha në fillimet e qeverisë së vet, ka kërkuar mes të tjerave në ato debatet me ish-kryeministrin grek të asaj kohe, ka kërkuar edhe respektimin e drejtave dhe kthimin e Çameve, por me njërë më pas u shuajti dhe mund të them që në drejtim të çështjes Çame ka qenë një nga investitorët më të këqinj që çështja Çame jo vetëm mos trajtohej, po të Çame të trajtoheshin dhe si një kategori dhe si një popullsi e dorës së dytë dhe të tretë. E njëjta gjë ndodhi me Sali Berishën kur erdhi në fillim të pushtetit të vet, madje ka shkuar në Konispol, atë pjesë çamërie që ka mbetur sot. Dhe ka arritur deri atje sa ka thënë që ma ka lënë amanet babaj çamërin. Tani këtij që e kishte lënë amanet babaj, sot e kemi aleatin më të fuqishëm të projektit të Vori e Pirit. Ishte Sali Berisha ai që e vuri Fredi Belerin, që është udhëheqësi i këtij projekti, mund të them, të autonomisë së Vori e Pirit, dhe aleat me këtë projekt. Pra, për mua sot ai është në tradhtin në nivelin e tradhtisë kombëtare. Pra, çështja Çame është tradhtuar gjithmonë nga shteti shqiptar. Është përdorur në momente të caktuara për interesa elektorale, por gjithmonë është tradhtuar. Pra, për të ardhur, nuk e di sa ju përgjigja interesimit të pyetjes tuaj, por për të ardhur në përfundim të këtij komenti, mund të them që asnjëherë nuk është harruar çështja Çame nga shqiptarët e Çamërisë, asnjëherë nuk është harruar nga patriot, nga historian, nga publicist, nga shkrimtar, të cilët e kanë në zemër, dhe jo vetëm Çam, prandaj përmenda dhe Benin këtu, por nga shqiptarë që janë patriot. Por është në përkëmbur dhe është harruar nga institucionet shtetërore. Në fakt është interesante që për shembull për minoritetin grek në Shqipëri, qeveria shqiptare dhe në kohën totalitare e vlerësoi kulturën e minoritare, nuk e preku, ata me këngët, vallet, me gjuhën e tyre, shkollat në Greqi, e kundërta ndodhin në Çamëri. Edhe të flisje, unë për shembull mamaja ime, me qenë se nuk shkonte dot atje në Filat, edhe unë i thash do shkoj unë, i thash unë, edhe nga Parisi shkova në Filat, edhe më pa një bakall aty, kishte një dyqan të vogël,
Edhe më dëgjoj që po flisja me shokun tim në Shqip. Tha shqiptar, po i shqiptarit. Edhe në tha, edhe vuri gishtin kështu që kishte akoma frikë që të flitej gjua shqipe. Aq. Edhe koloneli Zerba, i cili kur bëri masakrën në qershor 44-s, ai tha, këtu nuk do të dëgjohet më fjala shqip. Edhe vërtet, tani ata fjala shqip u dëgjuan në shqiptarët ortodoks, po vetëm në familje dhe edhe sot po të shkosh për shembull, shqipja flitet edhe flitet gjithnjë më shumë. Por për shqiptarët muslimanë, domethënë, sepse ishte një problem i fesë, kjo ishte tani edhe një gjë tjetër. Studime janë bërë, libra janë shkruar. Domethënë, problemi është problemi i politikës shqiptare. Duhet që nga poshtë të vijë një presion i vazhdueshëm, gjithnjë në rritje. Për shembull, tani po bëhen manifestime në Tiranë, në shumë domethënë metropole, qytete kryesore të Evropës e tjerë lidhur me tendencat e politikës greke me zvërnecin e tjerë, kundër korrupsionit. Edhe bëra një shkrim shumë të vogël që u përhap, domethënë mos harroni, ju nuk duhet të harroni. Dhe thoja që dakord, ju duhet të protestoni për këtë gjë aktualisht, por mos harroni qeverin, ju duhet ta ngrini zërin, e kupton, edhe t'i bëni presion qeverisë shqiptare. Nuk mund të pranojmë ne diktatin grek të vazhdojë akoma. Mjaft më. Ne duhet të rezistojmë dhe t'ju tregojmë vendin. Kjo është pozicioni që duhet të mbajmë. Ka një ndryshim të jashtëzakonshëm lidhur me gjuhën, të folurën e gjuhës shqipe atje. Nëse do të bëj një krahasim herën e parë që unë kam shkuar, do të qenë 26 vjet më parë, dhe shikoja dhe një mungesë zhvillimi të zonës, por nga ana tjetër edhe të paktë ishin ata, vetëm nëse insistoje mund të flisin gjuhën shqipe, ndërsa sot, nëse shkoni sidomos të periudhën e pushimeve, gjuha shqipe dëgjohet kudo. Madje sipas informacioneve që kam edhe me hapjen, meqense Kosova pak më vonë ju krijoi mundësia e lëvizjes së lirë, turistët shqiptar sot janë numri 1 në Çamëri. Dhe në një farë mënyre kanë inkurajuar dhe banorët vendas, sepse për ata që nuk e din, Çamëria ka patur edhe 60.000 banor në 44, prej të cilëve pak më shumë se gjysma ishin musliman, pjesa tjetër rreth 24.000 ishin shqiptar, por të fesë ortodokse, të cilët kanë patur në këto 82 vite dhe ata kanë patur një presion të jashtëzakonshëm për t'u asimiluar. Dhe asimilimi i parë vjen nëpërmjet gjuhës. Pra nuk është lejuar të flitet gjuha shqipe dhe Greqia ka arritur deri atje sa që edhe i dënonte shqiptarët nëse do të flisnin gjuhën shqipe. Dhe ata kanë folur fshehurazi në shtëpitë e tyre. Dhe pas kaq shumë vitesh, unë shoh që sot flitet gjuha shqipe, dhe flitet ajo gjuha shqipe e dialektit të hershëm. Edhe pse thonë ndonjëherë ja kemi mësuar nga refugjatët, emigrantë, nga këto turistët që vinë, por e vërteta është krejt ndryshe. Turistët flasin gjuhën zyrtare, flasin shqipen e sotshme, ndërkohë ata flasin atë shqipe që fliste gjyshi im. Pra, unë e shoh si një rezistencë të mrekullueshme, mund ta them këtë, që gjuha shqipe vazhdon flitet dhe sot të kësaj dite në Çamëri, që do të thotë që është ruajtur identiteti i tyre, edhe pse në një mënyrë të fshehur. Sot kuraja është më e madhe për ta shfaqur fillimisht nëpërmjet gjuhës, dhe unë jam besim plot që do të vazhdoj, do të avancoj më shumë se sa kaq në vitet që vijnë, sepse kemi shprehjen e shqiptarë, gjaku nuk bëhet ujë. Kjo është për sa i përket themi pjesës parë të asaj ndërhyrje që ju bët, ndërkohë që për pjesën e dytë për Jehonën edhe tha diçka që sikur ka ndaluar kjo se kështu fillojnë, unë të them që të paktën nga ajo punë që një pjesë intelektualëve, por njëkohësisht dhe Fondacioni Çamëria ka bërë, është që
ne nuk kemi ndaluar kurrë. Pra, në forma të ndryshme, me mjetet të ndryshme, komunikimi, jemi përpjekur që kjo çështje të mos jetë një çështje që thjesht e mbartin për një moment të caktuar, por është si ajo pika e ujit që gjithmonë zë vendin e vet aty ku pikon. Pra, ne punojmë çdo ditë për këtë. Dhe them që këtu kemi sjellë dhe një risi dhe një ndryshim në qasje ndaj çështjes çame. Pra, duke patur një punë konsistente dhe të vazhdueshme, të pandërprer. Letra ka patur një hohon, të paktën në publikun shqiptar, të jashtëzakonshëm ju e tha dhe vet, dhe është kuptuar padyshim dhe nga Matan Kufirit flas në Greqi që ka një opinion intelektual të shqiptarëve, të cilët kërkojnë të respektohen, kërkojnë të dëgjohet fjala dhe të respektohen njerëzit ashtu siç respektohen në të paktën në Europën demokratike. Dhe qasja ka qenë shumë europiane dhe humaniste njëkohësisht. Kështu që nuk është se ka ndaluar diçka. Te ligji, jo, shumë rregull. Te ligji i luftës mund të them që shteti shqiptar nuk ka asgjë në dorë. Ka vetëm mund ta kërkojë në tavolina sa herë ulet që t'ja kujtoj gjithmonë palës greke që ne jemi këtu dhe mund të bëj disa ndalesa të veta siç është rasti i asaj traktatit të famshëm të miqësisë, që fillimisht duhet të jemi në gjendje paqe dhe pastaj të bëjmë miqësi, apo edhe në por aman si detyrim kushtetuese ka pala greke. Shteti grek në mënyrë të njëanshme e vuri ligjin e luftës me Shqipërinë, në mënyrë të njëanshme duhet ta heqi. Pra nuk është çështje negociatash, por është çështje detyrimi i palës greke për të hequr një ligj që realisht sidomos në dy vende që janë anëtarë të NATO-s është e pa logjikshme, e pa pranueshme që dy vende aderojnë në një aleancë ushtarake dhe më të madhe në botë siç është NATO dhe janë në gjendje lufte zyrtarisht me njëra tjetrën. Janë lojra që shteti grek i bën dhe kryesisht kjo ka të bëjë me pronat e çamëve. Dhe të shqiptarëve, se nuk janë vetëm pronat e çamëve, janë edhe pronat e shumë shqiptarëve të tjerë. Kështu që ligji i luftës nuk është i drejtë për drejtë i lidhur me çamët, shumë i gjerë se sa me çamët, sepse është vendosur për shtetasit shqiptar në vitin 1941. Në atë kohë çamët ishin shtetas grek me komsi shqiptare. Pra është më i gjerë se sa kuptohet, është një detyrim i Greqisë për t'i dhënë fund këtij absurditeti. Madje edhe ish ministri i jashtëm Dendias në një nga ato takimet që ka ardhur në Tiranë ka thënë është një skizofreni historike. Atëherë ta heqin, është detyrimi i tyre. Lidhur me reciprocitetin, sepse grekët kërkojnë të ngrinë monumente për varret e tyre në gjatë luftës italo-greke. Kurse për Shqipërinë, për shembull, të duan të bëjnë një monument për viktimat çame në tokat e qamërisë, është e papranueshme. Domethënë, politika greke është gjithmonë një politikë maksimaliste, që gjithmonë ka tentuar dhe ka shfrytzuar brishtësinë e shtetit shqiptar, kaosin që ka përjetuar Shqipëria gjithë këto vite, ngjarjet e vazhdueshme të 97-ës, 98-ës dhe me radhë. Dhe kështu që, domethënë, është një politikë që shteti shqiptar është gjunjëzuar. Ne kemi thënë hapur këtë gjë, edhe kemi kërkuar llogari. Por nganjëherë lideri shqiptar mendon për të hyrë në histori, por nuk do t'ja di për historinë e kombit vet, për kontributin e pjesëve të ndryshme që përbëjnë karakterin nacional të një vendit, kombësin. Kështu që ju keni drejtë që ngrini këtë çështje. Reciprociteti nuk është respektuar në asnjë mënyrë. Po të shikosh për shembull shive ç'bën politika greke. Edhe sot. Për shembull lexova një studim të një studiuse franceze lidhur me ç'a ndodh në Thesproti, thonë ata, se qamëri nuk e përmendin asnjëherë. Edhe thotë që janë mbushur me monumente të ndryshme, ku thonë këtu është bërë
kjo vrasje dhe e kanë vrarë qamat. Dhe e kanë mbushur me monumente për të thënë që janë qamët ata që janë fajtor për këtë dramë dhe nuk janë grekët. Do me thënë është paradoks shumë i madh. Po këtë duhet ta bëjë lideri politik. Ne nuk e bëjmë dot, nuk e arrim dot ta bëjmë këtë gjë. Sigurisht ne bëjmë vetëm presionin, por atë duhet ta bëjë lideri politik. Kështu që është një problem shumë i madh. Nuk di domethënë çfarë do ndodh, po duhet që edhe çamët ta dinë mirë që në zgjedhjet e ardhshme nuk duhet të bie në pre e votës elektorale edhe të premtimeve që japin liderët politik, po t'i kërkojnë llogari, domethënë liderit politik. Po do t'ja lë fjalën Alketi se ky ka bërë dhe shkrimin për reciprocitetin, t'u ja thot më mirë. Faleminderit. Atëherë, kjo është një çështje që është vërtet shqetësuese. Dhe politika shqiptare asnjëherë nuk ka qenë në nivelin e kërkuar nga vetë shqiptarët për të kërkuar ndaj shteteve fqinje, se kjo nuk ka lidhje vetëm me Greqinë, por mund të them edhe me Maqedoninë, edhe me Serbinë, madje duke ardhur rrugës ne kemi bërë këtë bisedë edhe në raport me Maqedoninë që shteti shqiptar ka detyrimin që edhe shtetit Maqedonas t'i kërkojë respektimin e të drejtave kushtetuese të cilat janë përcaktuar nga kushtetuta këtu. Dhe të jetë qëndrestare dhe numri 1 i qëndrestarëve, mund të them si institucion, për të respektuar këto të drejta, por nuk e ka bërë. Në raport me Greqinë, meqense nisët me minoritarët, absolutisht ne jemi për respektimin e të drejtave të njeriut dhe të drejtat kushtetuese që secili vend i ka nënshkruar dhe i ka sankcionuar me kushtetut, që të respektohen. Nuk kemi absolutisht asnjë gjë kundra respektimit të drejtave minoritarëve në Shqipëri. Por nga ana tjetër, kur ule në tryeza bisedimesh, pala shqiptare dhe pala greke, dhe kur avancojnë me kërkesat edhe me ato, le të themi, për të kërkuar, për të shpallur si zona minoritare ato që janë zona shqiptare, dhe pala shqiptare nuk ka kurajon të kërkojë një të drejtë minimale, bazike, ndaj shtetasve të vetë, siç është rasti i shqiptarëve të Çamërisë, por ka edhe shumë të tjerë, se nuk është vetëm çështja e Çame në Greqi. Dhe kjo është ajo që është shqetësuese. Më lejo të përmend një fakt lidhur me reciprocitetin. Greqia ka kërkuar çështjen e varrezave të ushtarëve grek, të cilat janë sot faktike në Kylcyr. E ka kërkuar që në fillim të viteve 90. Madje ka patur edhe delegacione në nivele të Ministrisë së Jashtme dhe të Ministrisë së Brendshme. Një rast po a tregoj tashmë që është kërkuar nga pala greke, kur kërkuar për herë të parë çështja e varrezave të ushtarëve grek, ka qenë një diplomat që mbulonte me marrëdhëniet me Shqipëri-Greqi, ishte me origjinë çame, i cili i ka kërkuar delegacionin shqiptar për të patur reciprocitet, pra meqense pala greke kërkonte të rënët e vetë në luftën e dytë botërore të respektoheshin me një memorial në atë kohë, jo me varreza siç është sot, atëre i njëjti memorial të ndërtohej edhe në Gumenic, pra në Çamëri, për të rënët shqiptar në luftën e dytë botërore, sepse dhanë jetën për të njëjtin qëllim, pra për të dëbuar nazistët, fashistët nga trojet e tyre. Dhe pala greke në atë moment u trojsh për të marrë për konsultimet e veta dhe në takimin e Bazites ka vendosur po dhe është nënshkruar. Tani, ç'ndodhi? Ra në heshtje. Dhe kur erdhi momenti që Shqipëria po kërkonte antarësimin dhe kërkonte votën greke për antarësim në NATO, atëherë u rikthye përsëri. Po u rikthye duke u harruar ajo që ishte nënshkruar. Pra pala shqiptare nuk kërkoi më reciprocitetin, le të themi që kishte kërkuar në 93-shin, në atë vit ka qenë ky takim. Dhe kështu ka vazhduar edhe më tej, asnjë kërkesë nuk vjen nga pala shqiptare në kuadër të reciprocitetit. Ka një nënshtrim, ka një ulje kurizi, mund ta them, në atë gjuhën shqipe, dhe
Kjo ka bërë që Greqia të avancojë me kërkesat e saj, Orexit i hapet, sot kërkojnë më shumë teritore dhe kërkojnë që të shpallin si zonë minoritare dhe ato zona që janë shqiptare, siç është rasti i Marës. Dhe ajo që më vjen keq është fakti që politika greke kërkon të bëjë historinë dhe nuk ja lë këtë në dorë historianëve. E përmendi pak më para zoti Luan që arkivat greke sot janë të mbyllura, arkivat greke nuk hapen jo vetëm për historianë shqiptar, por për askën tjetër. Është i vetmi vend në Europë, pak më them në Bashkimin Evropian, e cila nuk lejon që arkivat e veta të studiohen. Tani, përse nuk hapen? Lind pyetja, edhe një fëmijë dhe më naivi bën pyetjen, pse nuk e hapin? Çfarë kanë këta? Diçka fshehin, diçka i trëmb. Dhe ata nuk duan kur, po të ta shikoni me vëmendje, të futen në debate historike. Ata kërkojnë që edhe historinë ta bëj politika, dhe historinë ta bëj kisha. Pra, mos t'ua lënë historinë ta bëjnë historianët. Dhe me shumë takime që kemi patur dhe me miqe me të ndryshëm historian, të gjithë kanë shprehur të njëjtin shqetësim. Ne kemi edhe tek fondacioni kemi një podcast Çamiko, dhe çdo historian që është ftuar atje ka thënë të njëjtën gjë. Arkivat greke janë të mbyllura, ata nuk i hapin kurrë. Gati janë në nivelin e një sekreti shtetëror, historia. Kështu që diçka i trëmb, padyshim, dhe pala shqiptare ka qenë gjithmonë pa aftë, e nënshtruar, se nuk them dot e pa aftë, se ka plot diplomat të shkëlqyer që ka Shqipëria, profesionistë të mirë, por ka qenë e nënshtruar nga vullneti politik i leadershipit shqiptar, të gjitha kohërave. Për çështjen Çame dhe për marrëdhëniet me Greqinë, nuk mund të them që fajtor është ky, fajtor është shteti shqiptar. Janë qeveritë shqiptare nga 45-a deri në 2026 që jemi sot. Janë fajtor. Madje mund të them që e kanë tradhtuar çështjen Çame në mënyrën më të shëmtuar të mundshme. Harrojnë që kjo çështje është një çështje kombëtare, harrojnë që këtë e kanë detyrim, por kanë parë karrigen e tyre dhe interesat e tyre personale. Tani, lidhur me këto manifestime që bëhen, këto janë demokratike, janë të lira, të hapura. Janë më shumë të adresuara ndaj liderit politik se sa Amerikës. Absolutisht nuk kanë asgjë me Amerikanë, pavarësisht se portalet nga njerë hedhin fishek zjarre, kupton, lidhur me interesat e familjes Trump e tjerë, po Amerika nuk është vetëm familja Trump, Amerika është Amerikë. Dhe ka një politikë stabil, të fuqishme, ka një prioritet për Ballkanin, kështu që këto janë gjëra shumë të vogla që janë në portale të ndryshme, por nuk e trondisin atë qëndrimin bazë të Amerikës lidhur me Shqipërinë, me Kosovën, me Ballkanin. Ata kanë një politikë caktuar e cila, si thua, është gjithmonë në favor të Ballkanit. Kështu që mendoj që nuk duhet të shqetësohemi fare për këto gjëra. Si? Unë dua aleancë. Në fakt duhet punojmë edhe me Amerikën, sigurisht, po duhet lideri shqiptar, gjithmonë politikën e bëjnë liderët politik, nuk e bën dot një fondacion, nuk e bën dot një shoqat, nuk e bën dot një komisioni të drejtave të njeriut. Çamëria e tejkalon nivelin e drejtave të njeriut. Çamëria është një histori më vete, është një drejt nacionale dhe ajo që tha dhe Alketi, që në kushtetutën tonë, është në preambul që shteti shqiptar duhet kujdeset për çështjen, për të mbrojtur interesat e shqiptarëve kudo që janë. Sigurisht shpresojmë që edhe Amerika të lëvizë në këtë drejtim. Ne do të shkojmë në New York në shtator tetor dhe do të jemi ke Federata Vatra, do të merren dhe takime me senator amerikan, kështu që diçka mund të bëhet.